Shkencëtarët kanë gjetur se një ushtrim i lehtë është po aq i mirë sa një stërvitje e vështirë për të ndihmuar njerëzit që të humbasin peshë. Sipas një studimi të fundit, intensiteti i ushtrimeve nuk bën asnjë ndryshim në sasinë e peshës së humbur. Kjo do të thotë se edhe njerëzit që fokusohen tek ushtrimet më të lehta mund të arrijnë të njëjtat rezultate. 38 burra mbi peshë dhe me jetë sedentare dhe femra post-menopauze me një moshë mesatare prej 52 vjeç ju kërkohet të ushtroheshin 5 herë në javë dhe të reduktonin numrin e kalorive që merrnin. Pjesa më e madhe e ndryshimeve pozitive nuk u prekën nga intensiteti i uштrimeve që kryen. Një tipar i rëndësishëm i eksperimentit ton është se krahasuar me kujdes grupet, të gjithë pjesëmarrësit morën të njëjtën sasi kalorish edhe gjatë sesionit të ushtrimeve, por edhe reduktuan të njëjtën sasi kalorish duke konsumuar më pak ushqim. Nëse doni të rrisni sasinë e ushtrimeve, atëherë studimi ju tregon se përfitimet janë të ngjashme, pavarësisht se vendosni të bëni ushtrimet e lehta apo të vështira, thot profesori Dylan Thompson. Ushtrimin për të humbur peshë lehtësisht e shpjegon edhe drejtuesi i studimit, profesor Jean-Philippe Wallin. 3 javë ushtrime kombinuar me reduktimin e ushqimit të përditshëm ka një impakt dramatik në shëndetin e të gjithë pjesëmarrësve dhe mbi gjenet kyçe të ymbyrnave. Megjithatë, të dhënat tona tregojnë se ajo që ka rëndësi është sa kalori përdorim, duke ushtruar në total dhe jo intensiteti i ushtrimeve, theksoi ai.